Një mët ide që shtëpia juaj të shkëlqej për Krishtlindje. Krishtlindjet dhe viti i ri janë koha perfekte për të sjellë magjinë në shtëpi. Ja disa këshilla praktike dhe nga dekorues profesionist që mund t'i përdorni menjëherë. Filloni me planifikimin. Mendoni një temë për dekorin tuaj. Ripërdorni zbukurimet e viteve të mëparshme dhe shtoni disa dekorime të reja për freski. Zgjidhni ngjyrat. Përcaktoni një paletë ngjyrash kryesore. Kjo bën gjithçka të duket harmonike dhe festive. Një ngjyrë e re mund të japë një frym ndryshe pa e rimodeluar të gjithë dekorin. Shumë apo pak. Zgjidhni stilin tuaj. Një shtëpi e qetë dhe e strukturuar duket gjithmonë festive. Por mos harroni, në Krishtlindje është koha për të guxuar. Zgjidhni pemën e duhur. Siguroni që pema të ketë formë të bukur. Nëse duket e hollë, shtoni degë të freskëta ose lule për më shumë volum. Vendosni zbukurimet me kujdes. Mos i vendosni zbukurimet vetëm në skajt e degëve. Shpërndajni edhe brenda pemës. Mund të përdorni edhe fjongo, etiketat e dhuratave, kartolina ose lule. Kujdesuni për pemën. Nëse keni një pemë natyrale, lërini të pi ujë sa më shumë para se ta fusni brenda. Bani temperaturën e dhomës të përshtatshme për të qëndruar e freskët. Mos i kufizoni zbukurimet vetëm nga pema. Shtoni gjelbërim në tryezë, rafte apo mure. Dekorimet e varura bëjnë ambientin më mikpritës. Krijoni kurora me letra. Krishtlindjet janë magjike dhe me fëmijët mund të kaloni kohë fantastike duke krijuar shërita me letra pundore apo shërita me babagjyshër, pemë apo elf. Kurorat janë elegante dhe tepër ekonomike dhe të shoqëruara me drita japin shtëpisë një atmosferë krejt tjetër. Riciklimi është kyç. Ripërdorni zbukurime dhe dritat e viteve të mëparshme. Magjia e Krishtlindjeve është rikthimi i gjërave të vjetra në jetë të re. Dritat bëjnë magjinë. Vendosni dritat nga maja e degëve deri te trungu. Drita e butë krijon një hapësirë mikpritëse, ndërsa qërinjt krijojnë atmosferë të ngrohtë dhe ndërrimtare. Transformoni tryezën. Mbulesat e bukura, enet e veçanta, qërinjt dhe gjelbërimi e bëjnë tryezën qendër të festës. Edhe pak asimetri, një pecetë e vendosur shkujdesur apo një qiri i lakuar e bën ambientin më të gjallë dhe më të veçantë. Gëzuar miq, Krishtlindje të bardha.